të mbrohen, mos të heshten institucionet. Martini ishte një fëmijë, i lindi i dukshëm dhe ashtu është përsëri. Iku në mënyrën më mizore nga kjo botë, nuk e meritonte edhe nga kush. Nga një bashkëmoshatar i tij, në vend që të ishin shok, ju bë armik dhe i mori jetën. Nuk duhet heshtim, heshtja vret. Kam shumë fjalë për Martinin. Dhe dua t'i them disa prej tyre. Martini ishte futbollist, i dashur, i ëmbël, i mirë, i kishte të gjithë cilësitë që mund të kishte një fëmijë dhe nuk meritonte të ikte në atë lloj mënyre.